largo, së të kam haruar. Edhe pse ti larg meje, prap më ke munduar. Su largo, se s'te kam haruar. Edhe pse ti larg meje, prap më ke munduar. Natë gjatë, së në do gjumi, ëndrat më mundoj. Këti kur ti mu luqe mua, ta shte lutë mua. Hadi la minut. Po su largo, po te lutem shumë. Ti kur ti mu luqe mua. Tash te lutem E kemi një sonë në këtë emision me bilbilin e këtë troje shqiptare, me ato që për një me imi rritë, se na thojmë imi rritë me këngë tua, po ka dhe këngëtarë që vëtë që japojmë ka pak qefin. A me këto që sonë dhe ka njësë këtë emision, për një me imi rritë, Bojar Qamili, mjeshtër i këngës. Misë ke orë sonë dhe për herë të parë në këtë emision, edhe të kërkoj falje që s'të kam fëtu ditash. Po jo shtë jemi që e pranoj, po tash e mas besoj që s'ka më konë kjo hera fundit që ki më konë pjesë e këti emisioni. Mirë se ke ardhë. Atëherë, shpëtim mirë si u gjeta, do t'ju them që jo vetëm unë, po përtush se gjithë Shkodra ju ka ndjekë në këte emision. Faleminderit shumë. Shumë interesant, shumë bukur, kur në këtë skenë kanë ardhe shumë këngëtarë nga Shqipëria, edhe kanë promovu këngët me zërin e tyre, edhe kanë dalë me shumë sukses. E unë sonte kam ardhon me dëshirën me kënaqësinë më të madhe që t'jem i ftuar i mikut tem, i zotnis Labinot Regjes. Edhe kështu që nuk kemi vetëm kolegë, po e kam shok. E kështu që jam sonte i privilegjuar se jam në mesin tuaj. Sonte është kënaqësie e jona dhe publikut ton, edhe për këtë arsye edhe me shashirë të kam pritë. Më thonë, zonë zakonisht nuk bëj shashirë, kështu si kapele, po sonte për respekt. Ne thona kapela Republika. Sonte për respekt, apo do këna si komunist kështu, komunist i ri, hala. Lab, mirë se ke orë sonë në këtë emision, falenderit që je pjesë e këtë emision, je antari kësaj shtëpie. Labi për ndryshe, po më mirë që është bashkë me Bujarin, se është njëri ndër pak këngëtar që mund me kënu edhe Shqipëri mesme, edhe Shqipëri e Veriut, edhe po mënoj Kosovë, edhe atje, del Macedoni, Pollog, shkon deri te Kërqova atje, është një këngëtar artist i kompletuar. Edhe është djalë i mirë. Domthonë na e njohmi Labin kështu, po unë një pak më thellë. Unë kam thonë herë, ti dosh vish me kënu, me fol nuk ban se e prish. Me kënu, bilbil, me fol mos fol. Le mamu me fol. Le mamu se kam rresk, ma ka thonë Najnalt, unë me kënu s'di. Ma kisha dash me ditë me kënu Bujar, si ma unë këtë dy jam, po s'di. Kështu që kjo me kënu, unë me fol. Ta provoj mirë. Kote, me mu mund është me myt. Me mu mund është me myt, ama për që dalë me sukses. Që përgjej, kongën më të thjeshtë, e më të përkret. Ky marak u i shkre. Hajde Lab? Jo, ti, unë, hajde Lab, po, amo të i këtu. E kam vendos këtë kapele publikit dashur që i kam bjellë flokt. Do më thonë, bas një 2-3 jave e shini që më kam dalë flokt, ju tregoj kur të mbohën mirë, ku i kam bjellë me shku me bjellë dhe ju. Sonte,
mos ma merrni për arrogancë, se unë s'jam kështu djalë arrogant, jam djalë për toke, po kapelin e kam vendosur që ju mos me mendu që jam i mirë ose jam i keq, o të më shnurë, të më thonë floku, të më dalë, i kom mjellë 12.000 fije, ja kom bo sistemin pik-pik, për një 3 javë ditë këtu dalin edhe më shini pa kapele. A do mi mbjella jo? Po. Unë ba me mjellë flokë, thujnë është kë. Kur të më shish mu mas një mujve, ki me thonë shpëtim ku i kesh vendosë shkaj të bajdojnë. Ja. Ama ti kështu një publiku. Sa vite, bujar? Në skenë? Po. 26 vite. 26 vite në skenë, bravo. A është zorë më najtë kështu vertikalisht prej që ke fillu dej sot, se është shumë zorë. Normalisht ka A shumë ma zorë me majtë, se sa me fitu. të na thojmë plesht në Kosovë këtu me bajnë banë, po me majtë, po zorë me majtë. Zorë është. Labi, sonë të bashkë me mjeshtrin, po mje mi qeni bashkë, e thash vëllim që ju dy, sigurisht sonë të keni mu kombinu shumë bukur, të dy të një bilbila, ka me pa publiku sonë të që si kombinohet një shkodran edhe një ravesli. Kjo është rësh e Ravecit. A të kanë pranu publiku kosovar prej që ke, shqiptari Kosovës prej që ke fillu me këndu? Jo më ka pranu. Po, jo vetëm më ka pranu, por edhe me gjithë forcën e shpirtit këtyne me kanë në përshpia tyne. Të kanë përkra, të kanë suportu. Gjithmonë. E ke meritu se jo që e bojnë për gjithë kështu. Do më thonë publiku shqiptar si në Kosovë, si në Shqipëri, si në Macedoni, si në Lugin, si në Malzi, ku ka shqiptar, o i pranon dhe artista, o si pranon. O se ke punë o bëhën të zbahat. Unë kam frikë që jam në ata artista që më pranon. Pa, absolutisht bëhën, dhe më thonë, ka pranu se e ke meritu. Ki shumë hite, je bilbil më në bujar. Je bilbil më në bujar. Je bilbil më në bujar. Labi, pse e ki zgjedhë sonë të me konë me bujarin, po më intereson. Sepse unë mendoj është ndër këngëtarët më i përgatitur, ka luti nga Zoti se kjo nuk bëhet vetëm me zor, kjo bëhet vetëm ta jep pas ta jep ai malli Zot. Dy sene janë këtu. Kështu që unë kam pas ëndër gjithmonë, unë mund të them me thojza se është një perl shqiptare. Bravo. Për zërin e tij dhe edhe që ka mosh shumë të madhe në skenë, gjithmonë vokali i tij është i pastër, edhe dita e ditës që bëhet më i vjetër, më duket edhe më i pastër, më i pastër. Po nuk është rastisht edhe nderi i kombit. Domethënë presidenti i Shqipërisë para 2-3 viteve shpalli si artist i meritum nderi i kombit me plot të drejtë, edhe bravo qoftë Bujar, po bravo qoftë edhe institucioneve që janë kujdes për artist me vlera, me nderu dhe me respektu dhe me nda thirrje për karrierë edhe për ndirë të kombit. Faktikisht është titulli më i lartë artistik në Shqipëri. E vërtet. Deri kombit është një titull që unë do të dëshiroja që ta kishin shumë artista, po rrallka. Duhet punë, duhet përvojë, duhet jetë gjatësi skenike, duhet shumë hite, shumë vepra, i pandryshueshëm. Rrugë gjatë shumë. Rrugë gjatë shumë. Shumë rrugë gjatë shpëtim. Dhimbshme e mirë. Edhe dhimbshme, edhe e gëzueshme ka kene, me shumë probleme rrugëse, po gjithmonë flas për veten time, unë gjithmonë ja kam dalë në krye. Bravo. Sepse gjithmonë me udhëmit e gjitha kam pasur mbështetjen e publikut, i cili më ka dashur dhe vazhdon të ndojë gjithmonë. A ka artist mirë në toka shqiptare, që kënojnë bukur? Ka jo një. Sigurisht. Shumë artista që. Përmend me 1-2-3, që ti ki qef. Kosovë, Shqipëri, s'ka më rëndësi. Besë unë pa përmende e Kosovës një, edhe të Shqipëris, të ashtë Kosovës, ti po më bënë pak pozitë, sepse unë kam shumë shok e miqë këtu. Punë kam unë, qëto me qitë ka i herë kështu në te. Me gjitha te, nuk po hi të këmeshkujt, po përmende disa vetëm femrat. Po hinë të femrat, ma mirë. Femrat ma mirë. Okej. Për shemë këngëtare, ma letë. është Remzi Osmani. Respekt. Këngëtare mirë, Artjona Toska. Bilbil. Ka që ma bollë? Bollë. Te moshkuj s'pe provon pak bujar? Ja. Ha, jo, Ja, kësë kam shumë miqë. Shumë miqë. Më lënë t'i përmeni 4. Po, hajde 4. 4-5. Po më intereson me ditë. Sinan Dasalion. Ni. Sabri Fezullaj. Bravo. Afrim Muqicin. Bravo. Shërzen Jetishin. Bravo. Ma të mirë. Pa te 4 t'i kam shumë e mirë. Pa ne thash nuk du me përmen emra. Ha, se ma ndej dikush mundet me ashtu. Bregu, bejta ira bregu. Ma të mirë t'i ke zgjell. E Labi? Qa mendimi ki për Labin për shembull? Ashtë për Labin. Unë Labin nuk ka se është era pa që do t'a një gjërë sonte. Po.
Unë e kam një gjuhë dhe herë tjera, amin, kemi bau një këngë shumë koma për para. Pa shpedi. Një këngë të deshta me hakikat, edhe i ka shuja zakonisht mirë. Tashi, Labi ka një diçka, në fakt në përgjithësi këngëtarët në Kosovë ma shumë janë të përkushtuar në për ambientet familjare. E vërtet. A kupton? Se sa në të ambientet që kënojmë na për shembull në për skena, në për pallate kongresesh, koncerte recitale, në për stadiume, në për gjëra kështu. I këshilloj Labit që të futet pak në jetën si artist. A kupton? Dhe bëj një koncert recital. Pse mos vin ta bëjmë në Shkodër, në tempullin e Shkodrës, siç është teatri Migjeni, ose në Kosovë, po tjetë koncert recital. Unë koncert recital i thamë ati kur jenë skenë dhe publikun e ke për para. E ke poshtë vetës. Sigurisht. Publikun e ke poshtë vetës. E ka është, që mos me ba një recital. O shtë e boj lagje një herë bujar, nuk dhja kënë dëgju, o të i bo një alja 200-300 shpia, edhe është me mjeshtër i lodhën, mjeshtër të hajnë zemën mjeshtrit. Kështu që unë e pikuptoj pëse ka po halat. E në gjova para të në koridor, pare, lek, pare, akyte, lek e pare. E thash, o lapë, kjo është me nëmru pare, qonë da kjo arë me kënu. Labi, kur i po milioner, falë që po të pjusë kështu direkt? Milioneri është, milioner unë jam bo, sepse kam shëndetin e pastor, edhe familjen e pastor, kjo është për mu. E kështu me lek? Po me lek edhe kam pas edhe babajnë edhe gjyshin mirë. Po me lek nuk është, sa bojnë 1 milion lek në euro bëjarë? Nuk janë shumë. Me lek vjetra bili me 20.000 euro bo është milioner. Nëse i këthen lek vjetra në regulli. Po, ashtu është i takon. Dhe më thonë nuk janë shumë 5 dasma i milioner bo është me lek. Me lek. A theti ma pak me full me kënu ma shumë. Ja, mirë. A letë është me full a me kënu për ty? Jo, tani unë t'ja nisi të flasë, edhe poj pak filozofi, kështu që njerëz kanë vështirë me më kuptu realitetin dhe atë sinceritetin që ka du me thanë. Kështu që ma mirë me këndu. A na premton mu bojajt ku të pjeket rushi? Me në do nga i shpi. Nga i gaj për rush. Shpia, po se po, nga i gaj për rush, kanë rush ta në vetë. Rush e marrin vetë në rushin? E vërtit. Ka i shpi në japin. A i rushi bojar nuk të knosh, në qëse nuk e vjellë. Pa nuk, një kalavesh, kështu. Unë du i shpi drunit. Shpi drunit? A mos i ka drunit, ti ki me kështu. Po janë, ka të dytë janë të unë. Ka të dytë ajtë se i kam pa unë. A kështë jetu në Kosovë, bojar? I kam pa. A kështë jetu në Kosovë? Po, pëse s'kështë jetu? Ju mungon ju e detit, ju mungojnë ato prodhimet e detit. Bravo. Kine ju mungon bora, kështu që na kemi borë. Na kemi borë, po. Ky grant askinja nuk ka. Dhe mja po askinja të mëndej. Edhe sajnë. Unë desha nëse më lejo të i falenderoj juve, posaçërisht gjithë stafin tuaj, edhe sot për mu është ndër një ditë më e lumtur për mua, sepse kam pasë gjithmonë nder dhe ëndër të këndoj dhe të bëjmë një potpori së bashku, një duet bukur me Bujar Qamilin, edhe shfryzoj rastin që ti falenderoj orkestrën time. Pa tjetër. Posaçërisht Redin, Noldin, e gjithë. Do më thonë, kjo është ekipa jote në për eventën e për... Nuk kemi bashkë gjitha, po inshallah do të bëjmë edhe vitin tjetër. Po Noldin dhe Rion janë gati 3 vite që punën bashkë. Shumë bukur. Lab ti je prezent edhe në dasma dhe në Shqipëri. Do më thonë, nuk je veç që i përcaktum ku ka shqiptarë, je aty. Edhe Durrës, edhe Shkodër, edhe Tanavend. Në cilin vit kjo për të parë në Kosovë, bujar? Hera poshtë kujtohet, edhe si ki po Kosovë atëherë, që shpesh e tash? Për herë të parë në Kosovë kam marrë rreth viteve 89, 90, edhe ka qenë një situatë jashtëzakonisht e keqe, edhe për herë të parë kam kënu në Pej në Karakaç. Në Karakaç? Zemër të Pejës. Kam kënu me Ismet Pejen, me Sunaj Sarashin edhe me Verën. Ismeti ndjes post, Sunoj dhe Veran i kemi hala prezent në këtë jetë, në këtë botë, kështu që shpresoj me kënu prap bashkë edhe me Sunojnë edhe me Verën. Po, inshallah, po i kam miqë mirë. A pe vren ndryshimin tash? Do më thonë, pre bitëm në lejtë edhe tash 2025, a është? Pa diskutim, më shpetim, Ndryshimi madh. se fiton njeri eksperiencë, kanë evoluar, orkestrat janë i thje ma me nivele, janë shumë gjana që... E janë veni kështu, rruga, ndërtimet, zhvillimet, Gjitha bajnë. Vetëse atëherë kam hek një keqe që sot nuk e heku në Kosovë, për shembull. Se atë natë capo kënova, atë natë marova kongën, erdhi milicia. Po atëherë? Atëherë. Bravo, erdhi milicia, na kapën gjithve që ishim aty, e na qunën, që e thënë, sup,
Po, ata i kanë thonë sup, serbisht, në gjuhën serbe. Po kështu e kam thënë unë atëherë. Po, mirë ke mojt mendi. M'ka met në tru. Mirë ke mojt mendi. Qysh atëherë. Edhe na çun atje, na majtën deri në sabah, e fillon ata të më pyet mua kujtoshin se unë jam marrë me politikë. Agent. Fillon të më pyet mua sa ushtar kanë Shkodër, sa aeroplana janë, ata disha unë zishën sa vetë janë Një familje. mikrofon kam i ky shkret. Ja, i thash, unë jam këngëtar, unë di vetëm me këtu, i thash, më s'marrë me këta punë. Po ishte një faktikisht aty pastaj ishte i përkthyes shqiptar, edhe më pau. Erdhe aty më pau, më pruni çaj, më pruni kafe. Po ti tha këtu, i thash që thash ka marrë me këtu, më ramtash për çeve. Jo, marr tha për çfarë ditash me dal jashtë, me ik. Foli me ta, dy çfarë foli, dola jashtë. Shkova në punë. Ka kënë se majnë mend, sa atë 89. Tash ti e din mirë që ka polic këtu, edhe stacion policie. Domthonë janë zavendësuar ato prej milicit në polic shqiptar, edhe prej supit në stacion. Po tregoj një rast tjetër, para një 4 muaj. Ha? Ishe i ftuar në Prishtinë. Po, Po më bën keq që s'mojnë me emrin e lokalit. Po. Erdhën ja 4 polic. po, Thanë me mbyll muzikën. okej, Ishte ora 11 e pak. po. Edhe thanë këngëtari, le dalim. Dole më thash, hëma vëllezërin, thash shap unë. Na jep tha për shaportin. Okej. Tha shaportin, thash për ta dhënë unë ty. Po. E tham. Po tha, do na le të njoftimin e pashavë aty. I thash pa, a vështë që kam thënë kështu. Pa keni turp, i thash të vije. Mu më kërkon për shaporti. I thash, që unë kam marrë me këtu për qef, i gjysore të me ik. Pa pasaport. Ja, pashaporti. E iken, mana, iken. Ha, pra vazhdove ti me kënu. Po vazhdovën. Labi tha kam pas qef edhe ëndër me kënu bashkë me bujarin, edhe që tash mundësia është sonë këtë skemë na këndu bashkë. Bashkë në. Ka me kanë sonë dhe në emision e mirë bujar, edhe i gjatë se të kam për herë të parë këtu nuk kam më të let, domethënë nëse mendon që ki me shku në Shkodër let, e ki gabim. Ja. Do na me marr më të mirën betejë, do na më na kemi nevojë ti më na kënaq sonte. Po patjetër. Po kush e bën më mirë këtë punë sikur ju dy kujini këtu bashkë. Ja, diskutohet apo. A jem gati? Në përqef këna. Hajde pra hajko. Hajde. Djali tri beqare, bushesh djali tri beqare. O lake, uj lake, lake bubu lake, lake tano, s'mu bone me rake. Lake, uj lake, lake bubu lake, lake tano, s'mu bone me rake. Bushesh djalit, o nga dashunia. Bushesh djalit, o nga dashunia. O lake, uj lake, lake bubu lake, lake tano, s'mu bone me rake. Lake, uj lake, lake bubu lake, lake tano, s'mu bone me rake. Çaje. O sen ke veshur me të parada, hajde ja kilala. O që keme shurome të bardha, hajde lake lala. Hajde ja kilala, hey, hey, shkona na për para. Hajde lake lala, hey, hey, lala dër për para.
kuqe, hajde ja ki lala. O që keme shurome të kuqe, hajde la ki lala. Hajde ja ki lala, hey, hey, te lala për para, hey. Hajde la ki lala, hey, lala dal për para. Oh, hajde, hajde. Bravo, maestro. Ma mirë që mos t'ishim pa, kalin dashni janë ty. Ma mirë mos të ishim pa, ka një dashnia ty. Më le të shkretin fukara, si t'ja bajit se ti. Më të shkretin fukara, si t'ja bajit se ti. A pranvera, zoti te bekoj. A pranvera, e mi mos t'u haro. A pranvera, soti moj të peko. A pranvera, emri mos u haro. Oh, hajde orkestra, që. Ka atmosfera. Sa. Do të lusu për erdi, mos na prish moj bukuri. Do të lusu për erdi, mos na prish bukuri. Kërshëti moj me talas, sa shumë ashtë i ke plas. Kërshëti moj me talas, sa shumë ashtë i ke plas. A pranvera, zoti moj të beko. A pranvera, emni mos t'u haro. A pranvera, zoti moj të beko. A pranvera, emri mos t'u haro. Shka po ndodhë pëja? Hajde. Bravo orkestra! Hajde Rioni! Laje krysi rosa, laje krysi rosa. Sa me naze kërcer goza, sa me naze kërcer Kosova. Laje këti rosa, laje këti rosa. Și s-a bucur că ți-n goța, și s-a bucur că ți-n goța. Oa! Bravo Rioni!
more, çapnaj more, sunat peça, çapnaj more, çapnaj more, sunat peça. Hajde Shkodra! Çapnaj more, cunateri, çapnaj more, çapnaj more, cunateri. Qe? Ahenk dasma kosovare, qe? Moju nazar, etme ser, moju nazar, etme ser. O çapnaj more, o çapnaj more, çunatere. O çapnaj more, o çapnaj more, çunatere. Tine kumul, unne kumul, tine kumul, unne kumul. Çarmadani amın beni su, çarmadani haydi beni su. Yarın ane, vay Shkodrane, kujaje. Yarın ane, vay Shkodrane, kujaje. Opa! Hajde Shkodra! Tina të mo, unë këtë mo. O tina të mo, këtë mo. Paska vasha, dedine ho. Paska vasha, peline o. Yarın ane, vay Shkodrane, kujaje. Yarın ane, o vaj Shkodrane, kujnjaje. Kur më rinë karshie, Unë me ty kam randa shënije. parë bukurie, nuk kam qajre moj patë mare. Parë bukurie, nuk kam qajre moj patë mare. Ustalek zotim kanane, si një pesh ku me më pae, e në tet ku me ije, ta në peshito me I përzije. Bardhe bukur je, nuk kam qajre për të majt mare. Bardhe bukur je, Nuk kam qajre moj patë mare.
Nëse zgabojnë këtë fund mujt i koncert solistik? Po, në fund të muajit qershor, 21 qershor, është hera parë në jetën shkodrane, në jetën artistike shkodrane, në jetën tim artistike, që bëhet një koncert kaq i madh në Shkodër. Koncerti do të jetë me 21 qershor në stadiumin Loro Boriçi në Shkodër. A jem të ftuar me labin unë? Patjetër të dy keni ftesën në tribunë qendrore. Publike domethënë, ftesë publike. Tribunë qendrore. Okej. Të dy. Me kënaqësinë më të madhe. Edhe më nai qoshe s'ka lidhje. Nuk nxojmë vend, unë s'nxojmë vend shumë. Ja, miq kanë vendin e vet. Nuk nxojmë vend shumë, po ja unë jam çek kështu 20 kg jam, po Po lavi mirë. nëse edhe i ka rrik për kapelen se domethënë po besoj që jam prap me kapele. Ju këndov zemra, na keni këndu shumë mirë. Faleminderit shumë. Ku ma ndasmat më të mira për të dytë pjopës? A në Shqipëria, në Kosova, në cilat troje shqiptare ma ndasmat më të mira? Po tash thashën në fillim, kudo që kënohet dhe kërcehet shqip, kalohet bukur. Ati është mirë. Kalohet bukur. A ka xhelozi të artistat? Aja vas. S'ka, a? Madja mund të ketë nështë të ata të riti fije kështu, po të na. Të jo. Ja, ma të na, s'ka që më pas. Ka kaluja ku? Ka kalura ata probleme. A ma shumë ju dojmë a në doni? To shti... Dy vllazën janë në dy shtëpia të ndryshme. Pa mos me në dasht ju, po. s'kena si me ju dasht ne. E vërtet. Pra në ju në doni, edhe ne ju dojmë ma shumë madhe. A pajtova është labi? Patjetër. Sa herë në mujë shkon në Shqipëri? Shumë herë. Domethënë ka gjatë javës, domethënë një herë, 2 apo 3 herë. I herë 2 herë në javë? Po, shkoj shpesh. Bujar, sa herë vjen në Kosovë? Shkodër bëhet, kanë qefi këta e bënë. Shkodër, edhe në Kosovë ndryshëm shpesh. Po edhe pa orë dashnia shkon të urrit, nuk shkon të zvoglu. Vi shpesh. Vi shpesh se sot të parë kam shumë miqë shoqe vjedhë për qef. Në cilin qytet Shqipëri bëhet mas atmosfere, bujar? A në Shkodër ajo që e man këtë ritmin e... Atmosfera bëhet në fakt në shumë qytete, po të ashtë me thanë të rejtë, daman rekordin e thënë Tirana. E thënë, për nga popullësia. Nga popullësia, se është nga popullësia, rekordin e thënë Tirana. Pse s'kjetu në Tiranë, për shembull? Pse s'jeton në Tiranë? I ke qëndru besnik Shkodrës? Kam pas shpetim, kam pas mundësi me jetu në 4 kontinentet botës, për të shëtit me koncerte, edhe Shkodrën ndajme nuk e harroj, edhe nuk e nëroj me kur gjamë. Venet, vendlin. Një që thët i strofët, je e bukur Shkodra jeme, t'ka falë zoti mrekulli, këtë zanë vend në zemrën teme, si e teta mrekulli. A ke bon e kongë për Makreshin? Ja, kam bo për... Për lagjën atje, atje ka bukën kë. Për Makreshin. Atje... Ku ishim Shkodër, ku na qoven Makresh. Atje ka jetën tash. Sa qosh me nxes, në 5? Po, ashtu po. Qka banë ku qosh 5 me nxes o lab? Falënderoj Zotit që jam zgjuar shnosh e mirë, dhe bëj namaz dhe vazhdoj ditën time. Do më thonë qosh 5 me nxes, e fal me nxes, sabajnë thëmë na. Patjetër. Pastaj vazhdon me punë, s'lan mo. Namazin tha. Po, falet. Pra. Namazin. Patjetër. E fal me nxesin. Por, unë e kam bo këngë për qytetin tim, vendlitjen time. Për Raovesin. Për Raovesin tim, cilën e du shumë. Dhe normal. Për ato kam vdekur edhe familjarët e mi. Kurse unë desha mi thënë edhe bujarit që unë kam edhe stërgjyshin, i cili nuk ja di me asvarin ku e kemi që edhe tani. Stërgjyshin Shkodrane kia? Jo, ka vdekur për të mbrojtur Durrësin. Okej. Atër Italia ka sundu Durrësin, dhe shtu që ka qenë një baldist i rapt. I fuqishëm. Edhe shtu që... A mërë bojar... E pasë një deg, nga... A e dinë mërë bojar që sinqerisht jemi rrit me atë sofrën Shkodrane për vitin e ri që bënë të aja sofa Shkodrane. Nuk ka pas program artistik të kohës më të bukur. Me gjithata artista, me gjithata njerëz, me gjithata emra, me gjithata... Me aktorët, pa Shkodra... Me aktorët më të mirë të humorit shqiptar. Shkodra ka kenë furnizues për gjithë Shqipërinë. E vërtet. Dash për futbollista, dash për artista, dash për piktor, dash për çfarë dushti. E vërtet. Po të thjesht i përmend se sa sa artista kanë dalë nga Shkodra, kanë furnizuar Tiranën e tanë Shqipërinë, duhet të vënë një natë tjetër. E vërtet. Me ndaj tu. E vërtet. Ka shumë. Apo na këndoni një këngë ose një kolazh bashkë dy tash? Po, fill. Po. Hajde pra se... Unë me folë kam qef shumë ju, po publikë thot, po lej me knu, se këta jenë me knu o ti. Dhe më thonë në gjykojnë kestet, lej se kanë qef mju një ata juve. Hajde.
Her në gëzime m'lidhe Njërzia kur të stojnë Pogonishte pare preferojnë Pogonishte pare bukur E kërcen e gjithë Shqipënia Me tradit është kjo nga qamëria Rridhe tu dhe shami me neze Si nezan e bukur edhe po më vjen E bukur është balja Kur kerce zor kalja Rridhe u dhe shami ajde me neze Si nezan e bukur edhe po më vjen E bukur është balja O kur kerce zor kalja Moj belo, baba me sy, baba me do Tu më kuqe, moj belo, baba me sy, baba me do Baba me sy, baba me do Të bëti alin me bo Baba me sy, baba me do Të përshpërtimin Hajde shpëtim, baba Hajde shpëtim Gashtë pia me të rasa Tirë më kare shese pëllasa Të shtëpia me të rasa Tirë moj kare shese plasa Tirë moj diktin në dritare Vajze qame në zonjare Tirë moj diktin në dritare Vajze qame në zonjare E moj saran E moj të vine, e moj saranda, e moj të vine Ushta prishi bukurine, ushta prishi bukurine E po moj saranda, e po moj të vine E po kush ta prish moj këtë bukurine E moj saranda, e moj të vine E kushta prishi ty bukurine Autobusat shkojnë vine Autobusat shkojnë vine O nga Saranda në Delvine O nga Saranda në Delvine Portokale dhe limona O portokale dhe limona Kjo Saranda është e jona Kjo Kosova është e jona Moj Sarande e moj Delvine Kush ta prishi ty bukurine E po moj Saranda E po moj Delvine E kush ta prishi ty bukurine Jam një djatë Shkodran që m'ka zënë sërtarja Jam një djatë Shkodran që ka zënë sërtarja Me një goce smerep më ka qetë bëjlarja Me një goce smerep më ka qetë bëjlarja Ej goce qato pan, mos u pan, ti pishman Kalo fushi, kalo koder,
Hajde, hajde, nuse në Shkodër, e i goce qa po ban, mos u ban, ti pishman, kalo fushi, kalo koder. Hajde, hajde, nuse në Shkodër. Po t'pajte moj koc, s'mecën të një ven. Po t'pajte moj koc, s'mecën të një ven. Tjetër kën me dash, për gjuna i jem. Tjetër kën me dash, për gjuna i jem. E i goce qa po ban, mos u ban, ti pishman, kalo fushi, kalo koder. Hajde, hajde, nuse në Shkodër, e i goce qa po ban, mos u ban, pishman, kalo fushi, kalo koder. Hajde, hajde, nuse në Shkodër. Goce qa po ban, mos u ban, ti pishman, kalo fushi, kalo koder. Hajde, hajde, nuse në Shkodër, e i goce qa po ban, mos u ban, ti pishman, kalo fushi, kalo koder. Hajde, hajde, nuse në Shkodër. Hajde shpëtim. E kujtoj me mal, një jet me agi, a do t'kem të val, lullën për qafi. Si zan marije, trupin si servi, synin si areke, buzën si qërqi. Haj milën filako malitin, prenda finë munu me ves, në këtë nato pagin, putin tonë po e pres. Prejnin tim nuk e piklim, do të shkrihet dashuri, e janë pres me padurim, dhe jetojmë sa jemi të një. Era menor. E kujtoj me ma, një jet me agi, a do t'kem të val, lullën për qafi. Si zan marije, trupin si seli, synin zjarë ke, buzën si qërqi. Haj milë filako malitin, brenda finë mënu me ves, për këtë nato pagin, putin tonë për pres. Prejnin tim nuk e pikrim, do të shkrihen dashuri, e atë pres me padurim, dhe jetojmë sa jemi të ri. Hajde, hajde! Haj milë flakë malit tim, prenda firë munu me ves, në këtë nato pagim, putin tonë po e pres. Prejnin tim nuk e piklim, do të shkrihem dashuri, e atë pres me padurim, dhe jetojmë sa jemi të ri.
Na knaq sonte. Po më duket që jam Shkodër, në Gjakova, Basana. Bujar, pse kanë qef shumë artistë me bo kong bashkë me ty? Domethënë je pranum edhe për këta gjeneratën e re, edhe për të mesme, edhe për të vjetër, edhe jeni farë gjokeri i artistave kështu. Zhëll. Po, bravo, kombinohesh let me secilin. Thënë drejtën shpëtim, kja pyetja që bonet jashtë me shumë vend, sepse shumë artista dhe sidomos të ri kanë tepër dëshirë që unë t'jem mesin e tyre, t'jem përka tyne, t'i shoqërojnë duet. Kjo ndollë për arsye sepse janë të ri dhe kanë tepër të nevojshme, për shembull një artist me nam, ose një artist që ka emër të madh që edhe ata të njehen mirë gjatë këngës, të njehen mirë gjatë vetvetes, edhe t'i jepet një farë për kraje se fundit kanë bërë një duet me Bujarin. E përkra, domethënë, i jep një shtyqje. Ka është i përkraje që unë e kam me shumë qefin, me shumë ngërësie jap. A ke pas për ti përkrajin? A ke marrë më herët ti këtë përkrajin? Unë s'kam pas absolutisht përkraje. Hiq? Nga asnjë këngëtar. Pse? Vetëm kam qavet, por kam pas një orientim të mirë, sepse në aty ku kam fillu me kënu unë kam pas 2 këngëtar që kanë kënë bilbilat, jo vetëm Shqipnis, po që me të thanë në ty ku do që zoni ty në tanë Europën, si që ka qenë Big Noja e Shoqëria Lushi. Te Shkodrës? Te strada Shkodrës. Unë jam rrit aty, e këngë të tyre. Edhe prandaj kanë fitu atë edhe personalitetet si këngëtar, edhe mënyrën e të kënumunit. Këngë të Shkodrës mirë, pas se Shkodra dallon pesh, domethënë dallon kështu. Po e nini këndim Shkodrës, dihet që i Shkodrës. Nëse dallon Shkodra sepse është ajo fjala e bukur që thënë me kënë Shkodran te tana i ban. Nuk pas këtë fjalë më të mirë në Shkodër, domethënë, ka fjalë fantastike. Me kënë Shkodran te tana i ban. Te tana i ban. Lavi? Se di se qa mund të vazhdojmë më tepër. A pajtohesh gjabë me qëtë krye fjallë të kësaj natë? Definitiv që po. Me kënë Shkodran të tana i bën? Unë të them, kur kam do njerë ku pas, jo shumë, po kom pas darsme edhe Shkodër, si kam fëtu si speciale. Sigurisht. Me Elin, me disa këngëtar të tjerë, por për besë unë kam kalu shumë mirë. Nuk... Po janë mikë pritë sa marë buë shqiptarë, ku do që shkon janë mikë pritë sa shqiptarë? Me qenë se kam raportar edhe të Shkodran, Elbasanit e kështë më radhë, por unë dina si me qenë Gjakova ose Rave. Po jarë, po menoj që troje shqiptare mo janë të bashkume tash, nuk e dina jenë Shkodër, jenë Gjakova, jenë Peja, jenë Kërqova, jenë Kostivara, jemi bo një. Edhe ka u diçka shpëtim, diçka bukur që shohim në artistat. Po. Të njëjtat këngë që kënon në Shkodër, të njëjtat këngë që kënon në Gjakov, të njëjtat në Prishtinë. E vërtet. Të gjitha këngët i dojnë, të gjitha këngët krijojnë atmosferën, i njohin si këngë. A jetohet 24 vjetë në skenë mirë me muzikë? Po, unë për veti e kam kalu mirë. Ja ki pa hajrë e muzikës? Ja kam pa, në rrajt kota, si jetonë në Shkodër, ja kam pa hajrin sa të dushti. Po të regosh? Shumë? Shumë ja kam pa hajrin. Po jetosh, po të regosh i sinqertë, më thonë, se zakonisht këngëtarët ankohen ka pak bujarë. Ja. Kemi ankesa kështu pe i artistave, i nuk jetohet me njërë, s'ka lekt mjaftueshëm. Ja, unë ja kam pa hajrin në gjithë drejtimet. Pa përjashtim. A ndëgjëm të kënu Labin pak unë e ti? Me knatësi më të madhe. A? Labi, do përna kënu i kongë ti tash. Po i ravecit me abi ravecit, rësh është i zi. Amo e ka të bardhë shpirtin, dalimi është kështu kontrast bën këj. Bostan. Hajde Lab. Kujtjana dhe që kërcasin në të në dhe soka jake Mos ke dali me prite dera Nana ime plake Mos ke dali me prite dera Nana ime plake Vje pranë vera Mu ma tirë mojna Për mu nuk je pranë vera Më kanë shtina pësane A për mu nuk
je pranë vera, më kanë shtina psane. Që kërcasin moje mirana do të dalin djemë të ri që i kanë shtina sa janë. O do të dalin djemë të ri që i kanë shtina sa pranë vera, moje mirana a për mu nuk vjen pranë vera, më kanë shtina psane. A për mu nuk vjen pranë vera, më kanë shtina psane. Kënohu zemra Lavi? Faleminderit shumë. Bravo. A i një kanë dasën bashk? Mendon me bujarin? Me bujarin? Jo. Ta është mas këti emisionin, do të mjë palen për event të shqiptarën. Në isha Milano, me këndu edhe po? Disa shkodran ta. Këndojve që të kanga që keni këndu një potpori të dështatë. Bashk. Wow. O Lavi, a ma letë e banë punën me orkestër, a me mjeshtër? Me cilë të kuptuash ma letë? Ta është mos neglizhojmë edhe qatë që kanë mundësi mjeshtër ta në orkestrën, s'kam që kam më kuptu se neve në ka dhonë Zoti luntijen. Po. Mjeshtër ka disa që janë bo me zorë shkrete, se s'kam pas që kam e punu, edhe janë bo me zorë. Cilët janë ma kalajt për punu shumë kështu me cilët ma letë me rëshvesh? A me mjeshtër a me orkestrë? Fatë mirësisht që muzika po ma ik stresin dhe ma ik nervozën, se nëse dikush më ka plak mu për një 50 jetë është mjeshtër. Po thua? Po përbes, po. Po të plak ke... Hadhe jam plak, po më kanë... Edhe flok bardha. Për një me a? Papa e babgjysht kena pas kur, po që edhe. Me probleme mjeshtër, a? Përbes. Pse? Gjo, nuk mund t'i mine ti themi vetë mjeshtër janë gabim, po aq janë të vitisum, aq kanë mundësi, mundësi dhe aq ka tash ne kërkojmë gjithmonë jo Zvicër kështut, jo Gjermoni kështut, jo në kemë. Në Zvicër ka sigurime, nëse gabojnë diçka, ose një shtaf, në ajo ka lëshu, ose një baski, o kudi, ta e pagojnë sigurime. Këtu nuk kanë sigurime këta. Ja, këtu s'ka. Edhe tani atje... Qatë moment që të shkon këtu përfundon sigurime, qatë moment që të shkon mjeshtri për i shpije... Ajo është dhe qka që ka bëhet atje, e ki arkitektin, inxhinierin, i cili ka studiu me shumë mundim shkollën, e këtu nuk i rinë, do më thonë, unë ka pas raste që mjeshtri më ka thonë, i thash, më reprite arkitektin, ta më farë ta edhe njerë nëse më thu, jetu më shajtë, pse? Ta unë jam vetë architekt. Edhe ka bu liftin me qitë në katën e tretë. Po, e lanë ka dytë, a? Po. Po nuk o shumë një katë me gabu. Jo, restoran katë. Ja, nuk o shumë. Një katë bujartë e na është... Jo, më farë gabova ato shkallë. Lifti shëndër ka dytë, ka tre ditur nga. Po ja, ha? Jo, shkallë, është marë ku janë shkallë. Dhe më thonë një katë ka me të pa shkalla, a? Jo, tani më brebra. Po nuk o shumë, ja, një katë njeri, gjalli, një katë... A liftin vend me bo 2,20 m, e ka bo 1,20 m. Po ma mirë, pse pas me kushty pak të lifti, ma i vogël me ma liftin. Bujar, a ki pas në ja ndër që s'tu ka realizu? Prej kur i koni vogël, a ki dasht, më bo këngëtar, gjitha ki dasht njëherë më bo diqka tjetër mandej, e ke zbulu talentin. Dëshira ma madhe e me ka kënë që të bëmë futbolist. Futbolist? Edhe kam vazhdu më bë futbolist dhe në moshën 13-14 vjeç. Në cilin repart ke lujt Bujar? Unë kam qenë mes fushor numër 5. Numër 5? Mbro, edhe pak si Zidani je?
Do më thonë ke mujt me kam kështu. Numri 5 ka pëlqy. Tamam, Zidani, ai ka qenë 5, pa flok, pak, Zidani është në rregull e di. Fantastik. Edhe më ka pëlqyer shumë futbolli. Madje fillova tu marr me këngën në shtëpi pionierit, më kalon në qendër kulturore artistike të Shkodrës, më në stadion profesioniste, më në televizionin shqiptar, koncertë, lash futbollin krejt. A ma let me muzikë në kohë të komunizmit se ti kemë rrit 2 kohët? Unë kam fillu me kënu në vitin 77-78. A e ke taku në Enver Hoxhin, a ke këndu në e për ta? Me taku, se kam taku, po me pa, e kam pa. E ke pa, aty? E kam pa, afër e kam pa. Afër? E kam pa në lagjen Bas Qalek në Shkodër, kur ka ratë tërmet në 78-ën. Erdha, ja? Erdhi Bas Qalek, që u nërtun shumë shpia. E kam pa kështu në tribun, pa kam qenë shumë i vogël. Shumë i vogël. Na herë si ke këndu kështu? Ja, badë për badë asjerë. A ka pas rrezik kur ke këndu në kohën e komunizmit më të prej naj vesh, ose naj gisht, ose naj kam, ose naj dorë, ose naj... Nuk më shprej mu shpetim për arsye sepse unë kam vend gjithmonë në kam tokë. Po më në jo, po më në kështu të tjerëve. Në kam tokë e thamë sepse unë gjithmonë kur si kam kënu jo partise, jo komuniste, ose jo këtyre, jo këtyre. Edhe sot, mu s'marrëm fare me ato partit politike, por gjithmonë ju kam kënu në Shkodër, si që kanë kënu gjithmonë parë tanë luleve, dashnis, trimëris, punës, herojve. Edhe herojve. Po bra. As punës nuk i ka kënu Shkodra. A ka qenë rrezik me kënu që ka dush në kohën e Gjaxhit, për shembull, komunizëm? Do me kënu i këngë për dashni, për shembull, a ke guzu me kënu i këngë për dashni? Ke mujtë, ja, s'ashtë. Në qoftë se ti ke dashni kënu i këngë... Qysh ka funksionuar ja punë? Ka funksionuar kështu, për shembull. Unë kam qenë, për shembull, këngëtar i ri, në vite pa flasin vite 80, 82, 83, 84, 85, në moshëre. Edhe unë nuk kam mujtë, për shembull, nëse sonte. Po. Ose parë... Mi dhe flak shpitit tim, po në zonë. Ose atë mos u largo, mos u largo. Tako, asë nuk ka diskutu në atë kohë më kënu këto loj kanë. Se guzu? Absolutisht ma burë. Sepse i hemrat parë ka kënë një komision. Po, i malë. E ka vlerësu. Dhe me të vlerësu. Që me dalë me kënu para publikut këtë kanë, a mos me dalë. Okej. Këmëten? E kur ata kanë miratu, që ti do të dalë, ta këdosh këtë kanë me këtë tekst, me këtë gjë. Me tekst këtë pasër, atëherë ke dalë. Tak, ke kënu kongën, ke shku në bundane. Për ndryshe? Për ndryshe... Ka shku veshi? Për ndryshe, cilë veshme, ka shku veshi me gjithë kam. Të dyjat? Qa flet ti? A ma mira e koha kja kohë tash, dhe më thonë tash ti i kënojnë... Tash ti, tash ka bim bojnë si i kënojnë për shembull kokaines, marionës, i kënojnë drejqit e të birit. Unë jam një këngëtar, si nuk jam i preferum, ose i rritun në ambientet e dasmave. Unë jam i këngëtar skenik. Unë jam i këngëtar që mu më përqet skena. A kuptan. Më përqet publiku kur një në mjek, më përqet e publiku në pallat kongreseve, kur tja japë koncertet recitalet mjetë. A kuptan. Edhe ka qenë një tje pak kohë tjetër, shpetim, tjena realista. Ka qenë një kohë e bukur, sepse edhe kanë qenë shumë bukura. Faktikisht, sot, a për qështje komerciale, a për dëshira, a për qefe, ne e kalojmë i fjetë cakun. E kalojmë? Thëmë neve, fosaloj vetën. E kjartë. E kalojmë i fjetë cakun me këta kongë pakorjen, po e bajmë, sepse kështu janë shijet sot. Okej. Ta janë shijet e publikut. Do publiku, na servojmë. E kjartë. Ta janë shijet e publikut. Unë si jam, tu të regove i qartë. Shumë i qartë. Labe, ka kime thonë ti për muzikën që po sot për shembull? Ka muzikë mirë, sidomos muzika moderne shqiptare në bojarë ti u tonë edhe ke ndëgju, e ndëgjon në Berlin, e ndëgjon në Vjenë, e ndëgjon kudo, i ndëgjon këngë të shqipe që bëhen për 3 autona. Do më thonë, muzika shqiptare është të avancu qaq shpejt, so pi poshton tregjet ndërkombëtare shumë shpejt menoj. Labi, a pajtohesh me këtë mendim? Që ka muzikë të mirë, ka muzikë që nuk është ndoshta edhe në belduun, nuk është e mirë, është shumë komerciale, shumë ka njëre bastardume me tekste, po, s'po mlen as me fort që përshë. Desha me ta shtjellu pak ma gjanë. Muzika është arte cilë si mjetë të shprerë përdorim tingullin, dhe kështu që unë mendoj që nuk ka tingull të keq dhe nuk ka muzika keq, po ka tekste banale dhe ka shumë muzika që nuk përputhet me orkestrimin atë që duhet, atë që i tha dhe me thënë dhe me realitetin shqiptar. Po, me realitetin shqiptar. Kjo është ajo. Mund tani me thonë diçka që është realitet, ta keq përdorim, ta marrin për të keqe. Shtu që ma mirë me shujt dhe me isë për parë. Do jam me këtë mendim.
Me këtë menim. Ma mirë. Shumë ma mirë. Ma mirë. Mos ishim pa. Që shumë moti, kësa jetë gëzofi. Bujar, nuk du më ta marrë kohën ma shumë se jetë u bo gati për koncert solistik që keme majtë në fund mujtë në stadiumin e Shkodrës. Dojna me ta morë edhe i kangë për fund, kemi na këndu i kangë për fund, i baladë tone që ke kështu për aty në perlave tua, që ke shumë bo... Unë do të kënoj në kangët. Por, me i premtin tonin publik që në ku të kthehemi në shtatorit sezonin e re, me na është me emision solistik mandej. I dashur publik. Teleshikues të televizionit Kosova Show. Po. Samir e thash. Po, të lutem. Kosova Show në ndërtimin e këtij stafi drejtues kaq simpatik edhe të zotit Shpëtim, ju e jap fjalën që në muajin e ardhshëm kismet do të jetë nata e Bujar Çamilit. Bravo. Bravo. Do të mbledhzohem, apo tashi do ju përshëndes me një nga këngët që gjithë Kosova, pa përjashtim, pa e ka qef edhe e ka dëshirë, të cilën këtë dëshirë ma shprej edhe labi. Që ma në kënoj këtë këngë. Lutem. Do kënoj këngën nuk jam ma sikur atë. Pa. Një nga perlat kështu të këngëve tona më të mira shqiptare. E interpretu me prej mjeshtrit 24 vjetë në skenë. Bujar Çamili që sonde e kemë të për e parë, edhe po mbod shumë qepe që është bashkë me labin, sepse kush ma mirë se këta dy nuk ja dhon hakun këngës shqipe. Ju këndu zemra, dy bilbila, hajde Bujar ta mbyllim këtë emision me i këngë që e thellë vetë, njëna e për perlave, duket falenderu për prezencën edhe paraprakisht për ardhjen në muajt e vjeshtës të hershme, do më thonë flasë për shtator, që i poshtë jam, do më thonë e la dhe kohën për caktojmë. Me modesti po për caktojmë. Falemdej shumë. Quna, falemdej shumë që një kosot në neve. Bujari edhe shkojmë në pjesë tjera. Falemdej shumë. Nuk jam ma sikur atëherë, kur isha i lumtur si gjithherë. Kam gëzim e kënaqësi, shumë në ty shpëtim, kam pas besim. Tash askuj s'mund t'i tregoj, për çdo ditë dhimbje më shëroj. Ditë e natë vujtje të mendoj, si çdo njeri unë të jetoj. Ty askur s'mundet me të di, që për ty për japri. Ditë natë kujtoj me mal, zemra me ty karana. Ty askur s'mundet me të di, që për ty për japrimi. Dite në kujtoj me mal, zemra me ty karana. Mos më nëse s'lute, që të kthehesh prap, dhe shpëtu me t'pa me tije, se unë i mors jam. Tu më t'thanë unë me t'kujtu, se m'ke lanë vetëmi, te largohesh ti prej meje, ma shkatro shrini. Ty askur s'mundet me t'bi, që për ty lapë Ditë e natë kujtoj me mal, zemra me ty shpëtim karana.
haro fjalen për ty rinë dhe të mi te kam thanë ty moje dashun për ty do të majzi si do të majun për ty si se sa të dhe deri sa të shkrije deri sa të vdes të askur së mundet me të pi që për ty të jafrimi ah, dit e natë kuj thoj me mal zemra me ty karana Të knov zemra apo jarë Qamili, e falenderoj shumë që son të jarë për Shkodrës për herë të parë në Kosovë shoh, Labi, falenderoj shumë. Labi është i shtëpisë, po normalisht edhe bujari është i shtëpisë, se çdo këngëtar, çdo artist i madh, çdo njeri që vjen këtë skenë bëhet i shtëpisë dhe është i keq shqiptarëve. Falenderoj shumë që je sonte me neve, paq jetë gjatë, e sukses e shihemi në koncertin solistik në stadiumin e Shkodrës, qytetit shqiptarëve, në këtë koncert madhështor të këtij bilbili që ka shqiptaria. Falenderoj shumë. Ishte knasimet po sonte. Çuna, ju jeni në shtëpi juaj këtu, vini edhe prapë nesër, jeni edhe prapë pas nesër. Falenderoj shumë Labi. Te dua fort. Falenderoj shumë. Natën e mirë, s'kam çka tham. Mas kësaj këngë bujar, s'ki çka më fol më. Natën e mirë, shihemi javën e ardhshme.